Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi të kaptina martesës nga fetavat e Sheikhul Islam Ibn Taymiyes. Fjala nikah në ajetet e Kur'anit është e përdorur si reale dhe jo si alegori për kurorëzim dhe marrëdhënie. Do të thonë ka dallim alegori që bëhet dhe në mënyrë reale kur thuhet nikah. Gjithashtu edhe në ndalesa nga këto të dyja. Pikë tjetër, prindërve nuk ju takon që ta bëjnë me patjetër martesën fëmijës vet me dikë që nuk do. Zbën me zë, ka parë thu, apo ku e di unë po m'pëlqen mua edhe hajde me zor martesë. Jo, nuk shkon kështu. Duhet me pyet çikën. Nëse fëmia nuk pranon me kët, nuk ka mëkat. Dhe është mos respektues i tyre. Pastaj thot, është i ndaluar thot shikimi në gra dhe djelmosha të bukur. Më thonë edhe në djelmosha nuk lejohet. Kur është tepër i bukur, djali nuk lejohet. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyes. Njeriu i cili shikon shpesh në djelmosha të rinj dhe të bukur nuk i besohet, por përgënjeshtron nëse thot se nuk shikon me epsh. Më thonë kjo është një lloj, subhanallah, një lloj barriere që më rujt për mos me arrit deri tek homoseksualizmi. Është ndaluar të vetmuesh me djalosh të ri të bukur pa mjekër apo të shtrihesh me të së bashku në gjumë si ndonjë grua. Nëse njeriu ka nevojë për martesë dhe friksohet amoralitetit, zinas, i jepet përparësi martesës para haxhit. Do kemi martesën dhe haxhin, edhe pse është shtyll e Islamit haxhi, mirë po nëse personi friksohet, atëherë normalisht i jepet përparësi martesës. Ndërsa nëse nuk friksohet, atëherë i jep përparësi haxhit. Gjithashtu nëse vjen në ndesh martesa me ndonjë fars kifaje, fars shoqëror, atëherë nëse i friksohet amoralitetit, ka përparësi martesa. Sepse gjëna e madhe është zinaja. Kurorëzimi bëhet me çdo fjalë apo traditë. Qysh e ka tradita e vendit për kurorëzim, nëse llogaritet kjo kurorëzim, apo atëherë kjo llogaritet si kurorëzim, secila nahi, secili vend, secili shtet, secili popull, etni i ka ato fjalët e veta që tregon për kurorëzim. Në origjinë çështja kushteve për martesë, në martesë është e lejuar, kushtet e kushzuara duhet plotësuar. Domethënë kushtet që zbin ndesh apo me fjalën e Allahut subhanahu wa taala në haram për me bë, atëherë lejohet edhe jo lejohet, po duhet me i qëndru pas. Për shembull, ka një prej kushteve mundesh mi thonë që çika nëse para martesës thot apo ma jep, domethënë unë kusht ta qeth që nëse martohesh unë nuk të ri. Dona. Apo ma plotson këtë kusht apo ku e di unë. Nëse ja plotson nuk merr mëkat ajo nëse dohet prej teje. Pastaj thot pikë tjetër, nuk i takon thot babës që ta detyroj vajzën 9 vjeçare për martesë. Beqare apo vejush, qoftë ajo. Nuk lejohet me detyru. Lejimi për martesë e beqares është heshtja, ndërsa vejushës është të folrit. Kemi hadith për këto, sepse beqareja e ka turpin apo. Nëse çifti janë robër dhe njëri lirohet, martesa nuk prishet, por u jepet të zgjedhin. Kurorëzimi nëse publikohet është i vlefshëm. Shikoni, shumë ka rëndësi këtu, se plot punia, apo një filoni u martua, se a ka bo bejan, a pedin mileti që u martu, jo s'pedin kërkush. Po çata dëshmitar që aty pedin, ja, nuk është to. Duhet me din mileti. Kurorëzimi nëse publikohet është i vlefshëm. Edhe nëse nuk janë dy dëshmitar, mirë po nëse kurorëzimi fshihet duke pasur dëshmitar, atëherë duhet të shqyrtohet. Shiko, paramendo. Edhe nëse s'ki dëshmitar, po nëse përhapet që filoni është martu, tamam thot. Mirë po thot, nëse ky kurorëzim, domethënë, ka dëshmitar. Imra dy dëshmitar që aty, si s'po di në fjalë trond me thon, shkon në shifët dikon e merr një hoxh, ku e diun e dy dëshmitar, mos më marr vesh, hajde ta bëjmë kështu shpejt, po do më martu me marr gruan e dytë edhe u kry puna. Ka dal vëlla, ka dal. Sa ai shumë më lehtë pastaj vjen edhe detendarja. Qështu po bëhen edhe martesat me dyta e treta ku e diun, edhe s'po mirët vesh hiç, edhe mas një muaj s'pi pëlqen hajde ditën e mirë. Ka dal vëlla. Nuk është kjo hajgare. Ndërsa kur ta bën bejan, kur t'ju tregon njerëzve krejt
që e martu dytën gru, atëherë ki ma vështirë me i bë talak. Pastaj thot kurorëzimi, nëse nuk ka dëshmitar, thot, e as kurorëzimi nuk publikohet, atëherë ky kurorëzim është i kotë. Sipas shumicës së dietarëve. Qëre, nëse nuk ka dëshmitar, e as kurorëzimi nuk publikohet, atëherë ky kurorëzim është i kotë. Më thonë, tamamen, kështu sipas shumicës dietarëve. Martesja me vajzën e vajzës së gruas është ndaluar. Martesa me vajzën e vajzës së gruas është ndaluar. Nuk ndalohet martesa me gruan e fëmijës gruas. Më thonë si dispozit në apo e themi këta, apo ndalohet martesa me dy motra njëjtën kohë. Dhe më thonë mi pas dy gra, dy motra nuk lejohet. Është haram martesa me lavire, derisa të pendohet edhe të mbaroj idetin. Po ashtu, pendimi i saj njihet kur ajo thirret të bëj zina dhe përgjigjet. Atëherë nuk është penduar i bie. Ndërsa nëse nuk përgjigjet, atëherë është penduar. Më thonë, nëse don me e vërejt një femër ka qenë lavire dhe pa thonë është penduar. Nëse thirret për dikujt bën zina, atëherë këtu shihet që ajo nuk është pendu. Në të kundërtën, nëse nuk përgjigjet, atëherë i bie që është penduar. Gjithashtu thot, ndalohet martesa e lavirit me një dinjitoze derisa të pendohet. Është detyrim thot që burri ta lër gruan nëse është lavire, përndryshe cilësohet si njeri pa xhelozi. S'ka integritet ai burr. Nëse nuk ka xhelozi, e marr vesh që gruaja pe tradhton, ai burr s'ka integritet. Domethënë, nuk ka dejuz është. Pastaj thot, lejohet martesa me robreshën të cilën e don në kohën kur friksohet nga një amoralitet me të, dhe nëse nuk ja shet pronari i saj. Është e urryer, thot, martesa me i tharët e librit nëse ka muslimane. Shiko, në sens lejohet me marr ehlul kitabe, domethënë jehudë e krishterë. Mirë, po përdesa ki musliman Allah. Koso ki musliman, çfarë po shkon me marr të fesë tjetër? Alhamdulillah, ki muslimane, bëj familjen tamam muslimane, ta edukon fëmin tonë në fenë Allah subhanahu wa taala. Nëse njeriu vret dikë që të martohet me gruan e tij, atëherë ajo i ndalohet atij, por i lejohet që të martohet me tjetër, sepse qëllimi ka qenë për martesë. Gjithashtu ai i cili i flet dikujt keq për gruan e tij dhe ai e lë gruan e tij, ky pastaj martohet me të, atëherë duhet që të dënohet dhe martesa e tij nuk pranohet. Shehu e sheh se ai i cili don një femër në dynjë dhe nuk është martuar me të, nëse jep lëmosh mehrin e saj dhe kërkon nga Allahu që ajo të jetë gruaja e tij në ahiret, shpresojmë se Allah e plotson atë. Pastaj, nëse njeriu kushzon që femra të jetë beqare, e bukur, apo prej ardhe të mirë dhe dele kundërta asaj nga ato cilësi, ka drejt me prish martesën. Ka një fjalë të ndryshme që është e bukur, ku e diun anë si ka dalë, atëherë ka drejt me e prish këtë martesë. Pikë tjetër, nëse njeriu martohet me qëllim që ta lëshoj vetëm sa për ta bërë të lejuar atë femër, të martohet me burrin e saj të parë, me të cilën është ndarë 3 herë, se përdejnë mas 3 herë, më nuk lejohet me kthy tek burri i parë, duhet me martu me një burr tjetër, pastaj ai me lshu e ky me mori pari. Kjo martesë është haram dhe nuk ka asnjë ndikim. Qëllimi i tij për lëshim është si kushzim, e ka kushzu. Hajt bëne, bile thonë, hajt veç bëne me letra njerë kush e u martu e masej hajt ti ndaje e ledjen të une. Kjo nuk lejohet kjo. Nëse njeriu martohet me ndonjë femër dhe vendos me vete që kur të mbaroj punën e tij në atë vend ta lër, atëherë lejohet nëse ky qëllim nuk është përmendur në kurorëzim. Kjo martesë nuk është si martesë muta. Sheikh Albani këto nuk e lejon. Domethënë kjo i bjerë bi niyetit talak, me pas niyetin e shkurorëzimit. Apo me një aspekt vjen për shembull një musliman këtu edhe e bën niqahin, apo me një shqiptar këtu musliman e bën niqahin, edhe ai në zemrën e tij e ka bi niyetit talak, me niyetin e shkurorëzimit. Unë thjesht po rriu në thotë në Kosovë 2-3 muaj, ta kom një qëto, edhe e ka që kur të kthehet mu nda.
këto e kanë zemër, jo në shkrim. Në shkrim është këtë në rregull. Për atë arsye Sheikh Ibn Baz dhe disa prej dietarëve prej tyre dhe Sheikh Islam Ibn Taymi thotë që kjo lejohet sepse në bazë, domethënë, ajo pamjen e jashtme këtë është korrekt, apo këtë është korrekt. Mirë po, në zemër po e mshef ai diçka. Po e mshef. E që zemrën ja din Allah subhanahu wa taala, ndërsa pamjen e jashtme ne nuk e dimë dhe e bëjmë, kjo është në rregull, apo sepse ka raste të caktuara, për shembull ti mendon binjeti talak, mirë po pas 1 muaje, 2 muaje ti e don ato dhe vazhdon martesën, nuk e prish. Apo për atë arsye disa prej ulemave kanë leju. Po Sheikh Albani ka qenë kategorik, ka thonë kjo nuk lejohet. Nuk lejohet kjo martesë. Pastaj thot istihada gjaku i cili del jashtë kohës së ciklit menstrual nga venat apo arteriet. Është mangësi që nëse vërtetohet se ekziston ka të drejtë ta prish martesën. Është rregull të shehu që gruaja kthehet me çdo mangësi e cila bie ndesh me plotësimin e knatësive. Nëse burri është steril, nuk mundet domethënë me pas fëmijë, gruas nuk mundet me pas fëmijë gruaja, po burri normalisht gruas i takon të zgjedh, sepse ajo ka të drejtë të kërkojë fëmijë. Se sheh që mashkulli është steril, atëherë gruas i lejohet domethënë që të kërkojë divorc. Po ashtu, ai i cili bëhet musliman dhe ka fëmijë të vogël, ai fëmijë pason prindin në islam. Ai i cili bëhet musliman dhe ka më shumë se 4 gra, ai i cili bëhet musliman dhe ka më shumë se 4 gra, dhe bën edhe ato muslimane zbashku me të, zgjedh prej tyre vetëm 4 gra, ndërsa të tjerat i ndan. Prej 4 e zgjedh dhe cilat don të tjerat i ndan sepse mbi 4 nuk lejohet. Nuk lejohet që sasia e mehrit të shkruhet në mëndafsh. Lejohet që mehr të jetë që t'i mësoj gruas një zanat, apo t'ja mësoj ndonjë robi një zanat. Domethënë, thjesht mehr, na e dim që japin pasuni apo ku e diune, varet prej dëshirës së nusës. Mirë po lejohet nëse kërkon ndonjë zanat më mësu. Lejohet që të vonohet një pjesë e mehrit. Nëse po e zon, ka lyp gruaja 5.000 euro, ti për momentin nuk i ki, lejohet me avonu. Gruas nuk i takon të kërkojë atë pjesë përveç nëse vdes burri apo ndahen. Burri ka detyrim që gruas së lëshuar t'i jap një pjesë të pasurisë që të jetojë prej saj. Ky detyrim është për çdo lloj ndarjeje. Kurorëzimi është në dorën e babait, do thonë për evladin e vet. Nëse nuk ka kujdestar mbi çështjen e kurorës, se pedini pejgamberi sa ka thonë që nuk ka kurorëzim apo nuk ka nikah pa 2 dëshmitar, pa ueli, domethënë përgjegjës dhe 2 dëshmitar të drejtë. Thot kujdesi kalon te kush nëse s'ka, domethënë kujdestar, kujdesi kalon te personi që ka ndonjë lloj kujdesi jashtë atij të kurorës, siç është kryetari musliman i fshatit. Kafirët nuk mund të jenë kujdestar të kurorëzimit muslimanit e as muslimanes. Për shembull, vendet ku jetoni ju, tazom, nëse një jo muslimane pranon islamin dhe ueli nuk është baba, apo agja, baba, daja, ku e dioni sigur teknikë që është për shkak për shkak të fesë së tyre, të nuk janë musliman, atëherë kush e merr? Kryetari i bashkisë islame apo imami asaj xhamie që është më afër, do thotë shtëpisë ku jeton ajo nusja, ajo çika. Po ashtu, uelime quhet ushqimi i dasmës. Është mirë, është sunet i pejgamberit alayhis salam që me bëu uelime, do të thjesht me sakrifiku diçka, me shkep mish në një aspekt, një darka, një dreka për me bëu kjo dasëm që është bëu tek ne. Nëse në ushqimin e dasmës është i pranishëm dikush që duhet të mos flitet me të, atëherë nuk është detyrim t'i përgjigjesh ftesës, por është vetëm e lejuar. Nëse e sheh që nuk mundesh me fol me një person, apo atëherë është e lejuar, po nuk është detyrim, apo. Pastaj thot njeriu i cili agjëron është më mirë të hajë në ushqimin e dasmës nëse i thyet zemra pronarit të dasmës. Nëse ati nuk i thyet zemra, atëherë vazhdimi i agjërimit është më i mirë. Thonë edhe një herë, je duke agjëru. Po flasim për nafile vëllazni, jo për fazën. Njeriu i cili agjëron është më mirë me hongër ushqimin e dasmës. Se i thyet zemra pronarit, ai ka përgatitur për ty subhanallahu, po të thirr.
Po nëse e sheh që vazhdimi nuk i bën atij dom, në atë aspektin se ka shumë njerëz, apo edhe nuk çon pesh nëse një person nuk han, atë nuk ka problem. I Zoti i dasmës nuk duhet ta lus mysafirin që të haj. Sa i përket çështjes se sa duhet përgjigjur ftesës, në këtë shikohet interesi i përgjithshëm. Thirrja në ushqim të dasmës është leje për të hyrë dhe për të ngrënë. Është ndaluar, thot, prania në festat e jahudive të xifutëve dhe të krishterëve. Domethënë, prania në festat e tyre nuk lejohet. E shkojnë muslimanët e shkrejt, a ke që do gjallard, shkojnë në për kisha qesin foto, apo ku e di une, edhe në për festat e tyre, në për krishtlindjet e tyre shkojnë në kish. Subhanallah. Kjo është nuk i integritet ti ki servilizëm, o problem. Bëje tonë dhe fuqishëm, në atë kontekstin toleroja tjetrin, më thonë me një aspekt mos e kërcno, apo ku e di une, thjesht, a e kole kum dinu, kum valje dinu edhe u krypuna. Pastaj thot, gjithashtu ndalohet shitja mjeteve me të cilat ndihmohen në festat e tyre. Paramëna çdo mjet që të çon tek festa atyre nuk lejohet. Nuk duhet të ndihmohen me asnjë send. Ai i cili ndihmon ata dënohet. Është ndaluar të ha dhe të therret më tepër se normalja. Pak a shumë i ki 20 vet, 30 vet. Ti për shkak për 20 vet nuk i bën 4 apo 5 dele me i prej, subhanallah. Se shpenzim është ajo. E bën sa hajnë, sa kanë mundësi me hëngur, apo pak a shumë se cili e din, apo një mënyrë të përgjithshme, edhe nuk bën me tepru. Transmetimet e ardhura mbi lyerjen e syve me surme në ditën e Ashuras, lyerjen me kan, të pastruarit, përshëndeturit me dorë, të lëmuarit e flokëve të jetimit. Për të lëmuarit e flokëve të jetimit ka hadith. Të gjitha këto janë gënjeshtra ndaj pejgamberit sa bidate dhe të dietarët nuk janë të pëlqyera. Më thonë edhe njerë, transmetimet që kanë ardhur mbi lyerjen e syve me surme në ditën e Ashuras. Do më thonë e kanë caktuar ditën e Ashuras, duhet me ly syt me surme, që është ajo si e zis. Lyerja me kan, të pastruarit, përshëndeturit me dorë, të lëmuarit e flokëve të jetimit. Të lëmuarit e flokëve të jetimit ka hadith në mënyrë të përgjithshme, apo që ka problem. Por se jo që ditë me i limu, do më thonë, flokët e jetimit që ditë. Të gjitha këto janë gënjeshtra ndaj pejgamberit sa bidate dhe tek dietarët nuk janë të pëlqyera. Gjithashtu, atë që bëjnë rafidit në ditën e Ashuras nga fyerja ndaj sahabeve është bidat dhe e keqe. Është e pëlqyer, thot. Ngrënia është e papëlqyer realisht. Ngrënia në këmbë pa nevojë. Është e papëlqyer ngrënia bashk, diç në përgjithësi hahet vetëm. Po ashtu është detyrim të thuhet bismillah në fillim të ngrënies, por se nëse shton Rahmanir-Rahim, është më mirë. Bismillahir-Rahmanir-Rahim është më mirë. Është i ndaluar teprimi në ushqim. Lejohet që njeriu të hajë pa leje nga shtëpia e shokut dhe të afërmit. Pse? Sepse subhanallahu kur ta don një vëlla për hir të Allahut subhanahu wa taala, qysh ai njihet shumë i rahatshëm kur shkon te një vëlla. Ato ja qel për shkak se si më thon sot ja qel frigiderin, pa probleme ka sepse është i lirë në një aspekt. Nuk ka bariera me vëllon e vet musliman. Tjetër kemi sjellja me bashkëshortët, kjo është e fundit. Bashkëshortja ka detyrim të shërbej me të mirë burrit saj. Burri ka të drejtë të ndaloj bashkëshortën e tij prej daljes nga shtëpia. Nëse ndalon prej ndaljes, atëherë ajo nuk ka të drejtë të dalë edhe për vizitë të sëmurit nga mahremet e saj, apo të përcjell xhenazën e tij. Burri ka të drejtë të bëjë të gjitha llojet e kënaqësive të lejuara. Nëse çifti merren vesh që të kryejnë marrëdhënie në vrimën anale, ndahen mes veti. Më thonë, nëse bin dakord të dy palët, ndahen, ndarja është. Gjithashtu nëse bën marrëdhënie menstruacione, ndahen. Më thonë, nëse malisht na po flasim kur dihet apo gjatë menstruacionit, kur dihet që është menstruacioni, të dy të bëjnë, atëherë ndahen, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ndërsa nëse nuk dihet apo qoftë fillim apo qoftë kur në ditët e fundit, është diçka tjetër që duhet paguhet, domethënë si lloj dënimi, dënimi.
Pastaj thot, lejo që gruaja të izolohet nga burri, nga shtrati për shkak të ndonjë haku të Allahut. Numri i marrëdhënieve të caktohet me atë sa ka nevojë, në atë mënyrë që dhe mos të angazhohet nga puna e përditshme. Gruaja ka të drejtë të prish martesën nëse burri nuk bën marrëdhënie intime me të, me qëllim apo pa qëllim, sepse ajo ka dëm me këtë, ndërsa rregulla thot nuk ka dëm as për vete e as për të tjerët. Po ashtu gruaja e të burgosurit dhe të robruarit ka të drejtë me kërku prishjen e martesës. E re është 20 vjeç, 18 vjeç, në burg, ja kanë caktuar 30 vjet burgin. Sun pret, e re është ajo. E re e don këtë në rregull mirë, po sun pret, sepse është ndirë më mirë ndirin me rujt, me shku më martu me dikonin se sa me prish moralin. Burri e ka detyrim, po nëse qëndron bën sabër është diçka tjetër ajo. Burri e ka detyrim të jetë i drejtë në shpenzim ndaj të gjitha grave të veta, dhe ai bashkëshorti i cili do të dalë në udhtim me njërin prej grave të tij, atëherë duhet të hedh short. Duhet të hedh short që mos mi bëu padrejtësi grave apo me lejen e Allahut subhanahu wa taala që cakton Allahu për me e dalë deri në takimin e radhës me ndarja e burrit nga ana e gruas, pastaj thot ndarja e gruas nga ana e burrit, kaptina e betimeve, kaptina e kthimit të gruas, kaptina e gjithdhënies, shpenzimeve, krimeve, veprave penale. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu ju shpërbleft.